disa prej pleqve këtu thët hupi musliu, edhe s'po vjen. Pa thët s'ka qësh mës me hup, thët e ka quë djallin më bosh tje. Në taku edhe plak të kësa janë që thët kom prashit të në ditën pra prashit, më mi mësu 3 herë ma shqip. Njerë ka qenë detyrim. Këtë detyrimit shtin me bo gjithë shka, se detyre jemja ka qenë marrë në shme, mu shy me fjet me që po dinë, s'kisha ku me shku. Edhe ajo ka qenë detyrimin njerë mas pari. E dyta, jom friksu për shama për një zhurmet, një ujku, kur ka bërtit, ose për një leurit, një dhelpre, ose që po dione, ose për një njeriu që ka bart atëherë për jonës giljanet, ka qenë një farë rrugë kënej si sekrete, si dhe mos duhane, që zosene ka kontrabandu kjo ona e giljanet kënej, edhe ata ikshin prej meje, kur pa ishin mu me një qanda, dhe që ashtu, dhe u mësova tani, e pa që sa shkur gjanë njerëzit, kur kanë frik, ikin ata vetë, kafshët e egra gjithashtu, jom taku edhe me... A du me thonë një balafaquna i herë? Po jom balafaqu, edhe me ujqë, edhe me bort madhe, ish lodhe, ish kreti, e kum gju me 2 boca bore, bu largunja 5-6 metra, kum kalu unë, asë se ka gjithë gjatë, asë mu, asë kur gjithë shtu. E du me thonë, ke udhtu i vetëm, nuk e pas në i... Ja, s'kum pas. Ja, s'kum pas asë një shok, asë një fika, veç vetë, i vetëm vetë, e kum qenë. Shkollimi dikur kishte qenë tabu, madje deri në atë mas sa që prindrit që i dërgonin djemt në shkollë ofendoheshin. E dim që atu nuk ka pas shumë që kanë përfundu shkollimin e mesëm, e lere ma për shambull normal nëse me vazhdu gjithë diçka tutje. Përveç rrugës që përmende që ka qenë dhe s'ka pas infrastrukturë, nuk ka pas linja të autobusit ose diçka tjetër, që ka ndiku që mos me vazhdu shkollimin tutje? Ka qenë edhe ajo bindje e gabushme të një pjesë madhe e prindërve. Për shembull, baba im ka vdek shumë herët, edhe unë dikun 20 e pak vjetë i kom pas, tani fëmijë tjerë ma të vegjëlsone. Edhe një rast, për shembull, ka shkuaj, ka ditë me falë namaz. U koni e ka kry një farë shkollët me i tepit katonëve që ka, jetë nivellit ku që disa. Mirë po ka pas zatë bukur, edhe kështu që ka qenë një privilegjum kështu nër hoqët, edhe kur kanë falë namaz. Edhe a i shkon të një motër e vetë të konjosh të hadës, dykon me nejtë atje, dhe bum një 3-4 neta niftara, që vëdhjone. Edhe disa prej pleqve këtu thët hupi musliu, edhe s'po vjen. Pa thët s'ka qësh mës me hup, thët e ka quë djallin më bosh tje, më falni që e përdora këtë term, thët edhe s'ka ftyrë marrë me falë namazë, dhe kështu. Ka qenë një farë bindje e gabushme. Jo të gjithë njerëzit. Kom taku edhe plak të kësa janë që thët kom prashit të në ditën pra prashit, më mi mësu 3 herë ma shqip. Një Rahman Berisha ka qenë nalë që ka pas adasi. Mirë po, një pjesë e madhe ka qenë me një farë bindje të gabushme, mos flasëm për vajza. Vajza tek kur kemi ardhë gjenerata e jonë, ne kemi bërë 8 vjeqare Grashicën edhe kanë fillu me kry 8 vjeqare. Për para vetëm 4 vjeqare edhe ma nesë ka vazhë.